Inaugurohen punimet e shkollës nëntëvjeçare Lev Sallata në Vlorë. KTT-n shkolla Lev Sallata, si kundërisht e parashikuar, ka hapur dyert për nxënësit dhe mësuesit. 650 nxënësit do të ulen tashmë në bankat e shkollës në ambiente të rësisht të rikonstruktuara. Drejtoria e Arsimit në Vlorë në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës kanë organizuar edhe ceremoninë e hapjes së shkollës Lev Sallata, e cila tashmë vjen me mjedise të rësisht të rikonstruktuara, por edhe me ambiente të reja. Morën pjesë në ceremoni nxënës e prindër të tyre, ndërsa nuk mungoi asnjë aktivitet artistik. Në Lev Sallata ditë mësim, pas një viti pritje, zemra na këndojnë në shkollën tonë të bukur, ëndra lullëzojnë. Prindrit e shkollës Lev Sallata vlerësojnë investimin, edhe pse shkolla u hap pak me vonesë nga ç'ishte parashikuar, ata thonë se më mirë vonë se kurrë. Shkolla është e mrekullueshme, të paktën në impakt të parë me çfarë po shikoj dhe më thënë atmosfera që duhet që reflektohet, më thënë thotë që shkolla ka cilësi shumë të lartë dhe normalisht më thënë është e denjë për Vlorën. Këtë nuk di ta them, por mendoj që çdo gjë është në kohën e dur, për sa kohë dhe atmosfera domethënë reflekton këtë entuziazmin e familjarëve, fëmijëve dhe stafit të shkollës. Investimi mrekullueshëm, falenderojmë bashkinë, administratorin, të gjithë që kanë marrë pjesë në këtë investim kaq të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumturuar si prindër, si gjyshër për mbarvajtjen që do kenë fëmijët në të ardhmen. Pak i vonuar, po tani gjërat e mira bën vonë, duan kohë. Shumë bukur ta gëzojnë brezi i ri, shumë i bukur. Mos ishte në çik i vonuar. Tani punët nuk bëjnë me sust, sa më avash më mirë. Shumë i mirë është. Shumë mirë është. Shkolla e mirë ka për të mirë. Ka për shumë bukur shkolla, ta gëzojnë. Kështu nëpërmjet këtij investimi, shkolla Lev Sallata do të ketë kushte moderne, me hapësira të bollshme, të konceptuara e të mobiluara në përputhje me standardet e mësimdhënies në epokën digjitale, por do të jetë edhe një vend frymëzues për sporte, arte e veprimtari kreative. Shkolla nëntëvjeçare Lev Sallata u inaugurua KTT-n, ndërsa nxënësit dhe prindrit e tyre morën pjesë në këtë ceremoni, por pa nga afër edhe ambiente të rësisht të rikonstruktuara.